Çfarë ndryshimi ka Kupa e Kampionëve këtë vit? Zalla, miku i vjetër. Ndryshimi vazhdon në linjën e formulës së re, të cilën e mbizotroi Paris Saint-Germain i vjet, me zor hyri në përgrupe, me zor e kaloi fazën e parë dhe arriti të fitojë Champions League. Besoj që si vjet është më e konsoliduar dhe janë disa skuadra që pretendojnë. Janë skuadrat angleze që janë në nivel shumë të lartë, sidomos Arsenali, që bën një diferencë për tyre. Do afrohet Liverpooli patjetër dhe skuadra e Manchester City. Paris Saint-Germain mbetet në valle, italianët janë më dobët, Interi nuk besoj që do të eci shumë, Napoli po ashtu se u mund 6-2 nga PSV Eindhoven. Besoj që lufta do të jetë midis ekipeve, midis Spanjës, ku është Real Madrid dhe Barcelona, Paris Saint-Germain dhe ekipeve angleze. Deri diku dhe Bayern Munich, i cili po tregon stabilitet, ndryshe nga edicioni i kaluar. Pra janë një grup skuadrash, 5 apo 6, të cilat do të luftojnë deri në fund për të fituar Champions. Bayern dhe Real është vetëm që luajnë futbollin vertikal të kohës tonë. Kjo është e vërtetë. Gjithsesi Bayerni si vjet po shikohet më i konsoliduar, nuk e di pse. Trajneri Kompany ka bërë një lëvizje interesante, pavarësisht se vazhdon që mos vishet bukur, por në fushë ka bërë gjëra të bukura. Kështu që besoj që Bayern do jetë prap në valle për të fituar. Ka një sulmues si Harry Kane, që është absolut një golshënues i jashtëzakonshëm, është një bile gabimi i Real Madridit ky ka qenë që do të kishte marrë në kohën kur e mori Bayern. Do të ishte më herët ai. Po, dhe do të kishte kaluar ke Reali. Ishte ke Reali do ishte një mund ta zëvendësonte Benzema në mënyrën më perfekte. Reali nuk e bëri këtë, luftoi më shumë për të marrë norvegjezin, por Haaland, por nuk arriti dot. Kështu që historia vazhdon, gjithsesi Reali mbetet aty. Nuk ka bërë merkato, ka marrë një trajner të ri, i cili është pragmatist, kërkon të fitojë dhe mundohet që të fusi disa të rinj si Turku Arda Güler, i cili po gjen veten mjaft mirë ke Real Madrid. Thanks, më shumë nesër.